Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, por edhe të parin, televizionin News 24. Por gjithë dashamirësit dhe teleshikuesit e rregullt të emisionit tonë, të cilët nuk janë përpara ekranit e kanë edhe një tjetër mundësi, jemi live edhe në Radio News 24 për gjithë udhëtarët që nuk duat ta humbasin emisionin e drejt për drejt në televizionin News 24. Ditën e sotme, stafi i emisionit Me Zemër të Hapur ka vendosur që të trajtoj historinë e një 60 vjeçari babai të 2 djemve, njëri prej të cilëve është larguar jashtë territorit shqiptar, tjetri është në qytetin e Elbasanit, punon dhe studion njëkohësisht, ndërkohë që 60 vjeçari që nga 2013 dhe në këto momente që flasim, ka një problematik dhe një konflikt shumë të madh me fqinjin. Kush është historia e Zotit Qemal, njiheni nëpërmjet materialit të përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Kmataj. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka të bëjë me një 60 vjeçar nga Elbasani, i cili prej vitesh është në një konflikt me fëmijën e tij. 60 vjeçari rrëfen se ka një biznes familjar, riparim mobiljesh, që nga viti 2013 ka hyrë në një konflikt me komshiun, me pretendimin se ky biznes është ndërtuar mbi pronën e bashkisë. 60 vjeçari rrëfen se që nga 2013 edhe deri në ditët e sotme nuk ka gjetur asnjë zgjidhje, edhe pse kostot ndaj tij kanë qenë të mëdha deri te burgosja dhe dhuna psikologjike e fizike mes tyre. Ndiqni rrëfimin. Pësherë mos funksionimi i institucioneve çon në konflikt fizik dhe emocional të dy fëmijëve, siç është rasti i Zotit Qemal Mimini, i cili është me mua në studio, kam pritur nga Elbasani. Përshëndetje, mirë se erdhe Zoti Qemal. Faleminderit për mundësinë më dha. Nga mosha 48 vjeç dhe deri në moshën 60 vjeçare, mosha më e mirë për të punuar një biznes familjar, do të ma tregoni vetëm pas pak se çfarë ka ndodhur me fëmijën tuaj, të ka bërë që ti të humbasësh integritetin tënd profesional, ashtu siç the, përpara se të hynim në transmetim të drejt për drejt. E gjithë mosha për punë, nga mosha 48 dhe deri në këto momente 12 vite nuk janë pak, thoni ju, ka një kosto për gjithë familjen tuaj, për bashkëshorten, por dhe 2 djemt. Unë e thash pak më përpara, njëri prej djemve për shkak të këtyre konflikteve është larguar nga Shqipëria, tjetri ka vendosur të studiojë dhe të punojë njëkohësisht. Faleminderit Zoti Qemal që je me mua në studio, do ta jap fjalën vetëm pas pak. Përballë teje kam avokatin dhe ndërmjetësin zotin Ylli Kameri, përshëndetje avokat. Në krahun tënd Eduard Tafa, psikologu ynë klinik, përshëndetje Edi, mirë se erdhe. Një panel mashkullor me sa duket dhe vetmja grua jam unë në këtë studio. Do të mundohem të kuptoj edhe gratë e përfshira në këtë histori, por nxitja, thoni ju, nga ana e fëmijët është bashkëshortja e tij. Fillimisht ka filluar ajo të konfliktohet me ju dhe gjithçka e ka çuar përpara ajo në këtë konflikt personal me familjen Mimini. Nuk e di se si një grua mund të përfshihet në konflikte, pasi gruaja gjithmonë duhet i sheshoj konfliktet, siç ndodh ndoshta edhe në të përditshmen tonë, por Zoti Qemal, le të ndalojmë pak çfarë ka ndodhur me fëmijën, sepse ju keni pasur një harmoni në fillim. Në vitin 2013, në muajin e shkurt, fëmia im ndërtoi një ndërtim pa leje mbi murin e avllisë time. Pam pyetur as mua që isha komshi dhe kufitar me të. Kërkon për të vendosur nën të edhe tubacionet e ureve të banjës që po ndërtonte. Edhe më kontaktoi dhe unë i thash jo, se nuk bëj sepse nuk është mundësia me u bërë. Me erdhim ka ardhur ke banesa të 3. Kush të 3? Të 3 familjarët. Pra, bashkëshorti, gruaja dhe vajza. Ishe minorene 14 vjeçe. Më kanë kërcënuar që nëse ti nuk lejon tubacionet që të kalojnë në pronën tënde, ose aty është një vend, një remi, themin, aty ku ka hudhur gjithë lagja, tha, unë do të shkatroj biznesin, objektin. Atëherë, ndalojmë pak tu. Ka nisë gjithë historia e konfliktit. 2013, si përfshihen dhe minoren, një vajzë 14 vjeçare, e marrë me sa duket nga prindrit, se nuk besoi ajo të ketë arritur të kuptoj se ku po shkonte dhe pse duhet kërcënonte. Përpara 2013, si kanë qenë marrëdhëniet ka qenë shumë të mira. Kur themi shumë të mira, deri në ç'pik ishte marrëdhënia juaj? Dyshim e dilshim si njerëz. Familje, komshi. Darkonit.
për darkime jo, po hyshim e dishim, pishim kape ke njëri tjetëri, unë isha në punë. Po? Edhe gruaja, po me personat e mi të shtëpisë, unë kam pas ramet pas të 2 prindit gjallë, kam pas dhe një motor në shtëpi. Dhe ajo paka shumë me bashkëshorta rrinte ke shtëpia ime, me prindit e mi edhe me motorën time. Si nisi ndërtimi i murit, pastaj edhe gjërat e tjera që ai filloi të shtonte dal nga dal. Po, pasi ndërtoi murin, Se ti kur e pe, duhet merrje masat po e se tua. kisha parë se unë nuk kam mundësi me parë, nga distanca që kam me kisha gjithë objekte të mulur. Se më the kufitar, po. Por nuk kam fush pamje me e parë ndërtimin e nuk tij, keni. sepse kam objekt mulur dhe nuk dal dot me shoh gjë. Vetëm tipi Po, me shkallë. objekti juaj është objekti Është mbuluar. 3 metra në nivelin e tij. Dhe nuk kisha parë. Me që këto më erdhën më kërcënun ke shtëpia, Po si erdhën? Trokitën na e Në tregova. Trokitën nuk isha duke punuar kë objekti. Po? Më thanë, do në lejosh të vendosim tubet e banjës në pronën tënde sepse do bëj banjë, do bëj shtesën aty ku kam bërë. Thashëm, s'kam mundësi ta bëj këtë punë, sepse është në shkelje të drejtës time. Ti deri në ato momente nuk e dije që ishte ndërtuar mur. Se s'ke fushpamje, nuk shikoje, po. Në moment, ku kam dalë, e kam parë, e kam denoncuar ke organet kompetente në Bashkinë e Elbasanit. Pra, ata fillimisht erdhën si njerëz të tre bashkë. Erdhën si njerëz për të kërkuar për të lejonja që të vendosim tubacionet. Atëherë ti jeton aty në ata objekt apo e ke biznesin tënd? Po unë aty kam shtëpinë, shtëpia është me leje me kartel. Po? Objektin e pata bërë shtesë në 2007, 2007-2008. Po. Edhe asaj kohë kjo nuk u ashankur. Pra, shtesën tënde të legalizuar tashmë, nuk është legalizuar. Nuk është legalizuar dhe në këto momente që flasim. Po, deri në vitin 2013 kjo nuk ka qenë proces legalizimi. Pasi ka ndryshuar procedurat ligjore, dhe pasi unë isha futur në konflikt dhe me institucionet e bashkisë. Po. Sepse këta, si merrën më kërcënun, u drejtu ke drejtori i IMT-s, unë i them dhe emrin. Okej, shtesa është për shkaqe biznesi, apo jo? Për shkaqe biznesi. Okej, ndalojmë pak këtu, pra ti e ke një banesë, e bëre një shtesë, në momentin që ke bërë shtesën ata nuk ishin pretendime, unë nuk e di se si ti ke vajtur tek fqinji për t'i thënë që unë do ta bëj këtë shtesë, ke shkuar? Po shkoshim. Sepse ai, si që ka parë ndërtimin e shtesës tënde që e përdorë për biznes. Po shkoshim sepse ai kishte fushpamje më mirë se mua. Po pra, ka dashur dhe ai të ngrej afllin e tij dhe madje të nxjerrë edhe doja me që ishim kufitar, doja që mos kisha konflikte më pas. Madje kam bërë dhe mur të dytë, njëjtë me murin e tij nga poshtë. Po, për të gjitha këto që ke bërë, ke marrë leje zoti Qemal, sepse ai pas ka ardhur si njëri ti. Jo, nuk kam marrë leje, sepse ishte një shtesë, si ndërtuan gjithë shqiptarët, edhe unë dofta kush keni pra, ajo shtesa mund të prishur punën e komshiut. Po nuk i prishte punë, sepse aty Po nuk pra ta sqarojmë këtë gjë. Po nuk i prishte punë, se unë isha 3 metra nën të. Isha 3 metra në disnivel. Pra kati parë, a ishen ka dytë. Po? Kurse, përsa i përket zhurmës që gjeneron aktiviteti im, unë jam nështruar rregullat që më ka detyruar institucionet e bashkisë. Çfarë biznesi është ky? Kam riparim mobiljesh. Pra divane, koltuqe, veshje, riveshje dhe çdo punë tjetër, deri ke tapecetë e makinëve. Jam usta që punojnë profesionin tim. Zoti Qemal, më duhet nga ana njerëzore për të mos e bërë shumë teknike, sepse mua më intereson përse ky konflikt duhet të degenerojë në kërcënim, në dhunë fizike dhe në dhunë psikologjike, sepse kuptohet edhe nga rrëfimi yt, si përpara emisionit, por edhe gjatë emisionit që ka lënë shurë emocionale të pashkëpueshme tek ty. Zoti Qemal, ndalojmë këtu, ato mbritën të tre, ju nuk rat dakord dhe në ato momente ka pasur konflikt? Ata për herë më kërcënoshëm. Pra, u larguan duke të kërcënuar në 2013 në shkurt? Deri sa ata vajtën ke drejtori i IMT-s, LK, po e jep vetëm iniciale. Se ka ne drejtori më i gjatë në Elbasan ku ka shkel ligjin e në mënyrë më absolute unë t'i japë dokumenta. Qartë. Edhe, ai drejtor kanë zgjerë një vendim prishje në një pronë që nuk ka qenë territor bashkie, e theksoj me forcë, e kam ligjin ballë për ballë. Pra, unë nuk kam qenë në jurisdiksion të bashkisë Elbasan, ku vetë titullari bashkisë, i ndjeri zoti Qazim Sedini, më shkruan, thot, bashkia ka në inventar zonë kadastrale 85-21 dhe përfundon 85-25, kurse prona që pësodon zotnija se ishën proces gjyqësor për trullin në padit tjetër, po në gjykatë e Elbasanit, thot, nuk kam informacion. Pra, drejtori i IMT-s, bashkisë Elbasan, që është i komandur nga kryetari bashkisë, nuk pyet as kryetar bashkia, as gjithë nxjerr vendin dhe ja jep fqinjë tim. Këtu gjeneron konflikti. Këtu, ke degenerimi konfliktit, zoti Qemal, duhet të tregojmë nga ana njerëzore, sepse ti ke në dispozicionin tuaj një dosje voluminoze. Po
po e bën shumë teknike dhe teleshikuesi i emisionit Me zemër të hapur nuk është mësuar të dëgjoj gjëra kaq teknike. Çështjen teknike do t'ja lëmë avokatit dhe avokati do flasin në një gjuhë të thjeshtë që të kuptojnë dhe gjithë ata që na ndjekin dhe ndoshta janë në pozicionin tuaj. Ne do ndalojmë tek degenerimi i konfliktit, i cili kur ka nisur ky degenerim madhor midis jush? Degenerimi madhor ka filluar mas marsit 2013. Nga shkurti deri në mars 2013, kur unë nga fqinji im jam gjyde marrë në zjarri para banesës. Po se ka mundësi? Po ka mundësi që dyre shqiptarët ka ndohet në Elbasan dhe sidomos me mu. Po si arritë deri ke përdorimi i armëve të zjarrit, ta dim edhe ne të faktën. E dim fqinji im, e dim policia që ka vajt gruja bashkë me djalin e madh, se unë nuk kam qenë prezent banesë, ishte ka një klient për të matë punë, edhe ka bërë kallëzimin, është ka vajt policia, ka shoqëruar djalin me gjithë gruan, dhe unë na puna ku isha vajtë direkt në komisariat, dhe policia në vend që të mirë të kallëzimi dhe të mirësh me personi që ka gjytë marrë në zjarri para banestime, është marrë duke bërë presion bashkëshortes time, tritje denocimi se jeni fqinj, jeni komshinj, do keni fqinjsin, sepse policia në të momente ishe në diktatin e njerëzve më të fortë që unë. Më lejon të të bëj disa pyetje, zoti Qemal, konflikti dhe pozicioni yt që fqinji qëllon me armë, por ti nuk e qenë në banesë? Nuk kam qenë banesë. Ose në objekt? Ka qenë vetëm bashkëshortja edhe djemë të cilët? Bashkëshortja, djemët e mi, ishin 2 djemë, bën edhe denoncimin. 2 prindërit e mi dhe 1 motor. Atëherë, ndalojmë pak këtu, nisi qëllimi me armë nga ana e fqinjit shukot me të trokiturin në gishtit, apo kishin pasur konflikte më parë? Jo, një ditë më parë, një javë më parë? Jo, nuk kisha pas kontakte, se unë punoja, nuk kisha kohë në jashtë me tjetërin. Dakor, pra, por nuk ishit pasur përplasje ditë më parë, që ai të arrinte deri në këtë veprim të qëllonte me armë. Nuk e pas. Madje ku kemi qenë. Je sigur që qëllimi me armë nga ana e tij ka qenë përkundrejt teje dhe biznesit tënd, familjes tënde? Kjo është një kërcënim para familjes. Pra, ka qelluar në ajër, ka qelluar drejt objektit? Para banesë, ke porta rrugis, ke porta shtëpisë. Gruaja pasia janë 3 familjarët, ka marrë policinë në telefon. Po? Policia ka vajtë në vendngjarje në mënyrë më të shpejtë se thonë armëzjarri. Po? Aty pastaj kam qenë vetë, i bësh një presion gruas time që më trik mos bëj kallëzim. Kush ju lajmëroi ju vetë për këtë konflikt? Për të ofrit, më njëftoj gruaja, kishim një telefon kështu. Po, vajte në polici. Po, se ishe shumë afër degës. Dhe ballafaqimi i parë me bashkëshorten dhe me gruan ishin të pyesja a janë mirë apo jo? Po, po normal. Si ishin pjesëtarët e tjerë të familjes? Prandaj po them, duhet ta trajtojmë nga ana njerëzore. Shumë qesu. Si mund të jetë njëri ku kërcënosh me armë zjarrin banesë? Si mund të jetë? Sa herë ishte qelluar? Njëra 2 herë nuk e di, nuk isha prezant. Është gjetur arma e personit? Arma nuk është gjetur atës kohë. Gëzhoja në vendngjarje? Arma, jo. Nuk u mor njëri fare me këtë pjesë. U harru deklarim dhe vetëm kaq. Arma është gjetur në 2014 pasi ai person ka qenë punojës elektriku i shkarkur. Me stendën e punojës të elektrikut kërcënonte njerëzit në përshpije duke i mashtruar, duke u marrë para dhe me armë në çantë. Me armë në çantë ka arrestuar policia, e ka dhënë media. Pra, e njëjta armë që kishte përdorur edhe në rastin tënd. Po, edhe njëjta armë. Edhe matë se kohë, policia ka ardhur, ka shoqëruar dhe mua, që unë s'kisha lidhje me këtë punë. Pra, fqinji juaj ju thoni që ka qenë punonjës i shkarkuar, i elektrikut, sepse kërcënonte qytetarët, për çfarë arsye qytetarët? Përfitimi. Përfitimi. Po nëse i kapte në shkelje qytetarët, pse duhet të kërcënonte? Po i kapte në shkelje se e dinte se bosh, i rregullonte sahatat vetë, vinte kërkonte parat pastaj. Në kërcënimin e armëve, ju thoni që është një rast që e ka trajtuar media? Jo, për këtë rast jo, ka qenë për tjetër gjë. Jo, kjo ka dalë media, arrestim me armë zjarri është ka dalë media, në çdo media publike. Në momentin që u arrestua? U arrestua. Madje jam thirrë dhe unë në komisariat. Më ka marrë fugoni policisë, pa ditë gjë ishe shtëpi në bunë, duke punuar. Ka vajtur, ka dhënë deklarim dhe nuk e di pse rrien Biruc. Kërkova shpjegim me persona sa tani mund të shoqëru me mira herë në komisariat nga 2013 deri më sot. Kjo është një paradoks që më ka shkrir jetën. Shiko, në momentin që ai u ndalua dhe u arrestua për çështje tjetër, të profesionit të tij dhe ju gjet arma, shkuat në polici për thënë që kjo është arma që është përdorur edhe në konfliktin me mua? S'mund të mirë gjëra për si se nuk i dim këtë punë. Madje vetë arma është duk nga institucionet e hetimit. Edhe është dënuar vetë për mashtrim 1 vit burg. Pra, ti thua që ai ka pasur mbështetje në policinë e Elbasanit? Patjetër në prokurori dhe në gjykatë e Elbasanit.
Policinë e mjanoj sepse policia ka parë situatën dhe nuk di si të reagojnë, sepse prokurorët janë ekspertë i mirë me akuzën. A i mbron shtetin në emër të akuzës. Prokurata abuzojnë. Po pse ka këto lidhje kaq të forta me ndonjë ju? Atë dirë nga një akuzë, desa kanë arritë që mua më dhënu prona. Jam gjithë dokumentuar në prokurori. Më shkatru prona nga fqinjët, me sopata. Ka ardhë policia, ke i vajtë në polici. Më ka vonë zjarë pasi u do shkatrurë. Edhe prokurori qesës nuk përdon të bët një akt ekspertiz nga u vu ku zjarë, si u vu, ku që shkaku, ku që pasur. Pra, ju arritët deri në azjesimin edhe të biznesit, të shtesës që ju e kishit kthyer në biznes. Pra, fillimisht para lajmërimi me armë, pastaj djegje e biznesit, më pas dënimet e tua. Pastaj dënimet e mia në emër të atij, sepse punë përsipër pastaj e morën institucionet e bashkisë. E ka marrë vetëm drejtori i IMT-s bashkisë Elbasan. Është më kapoja që bon ligjin në Elbasan duke shkel çdo ligj, çdo të drejtë e kam denoncuar mbi 3-4 prokurori, kam gjithë dokumentet që provoj. Dhe prokurorët nuk kanë guxim të çojnë një hajdut kriminal para drejtësisë, ku i ka bërë të gjitha veprimet. Institucionet nuk kanë vepruar. Ndalojmë pak se po flet në mënyrë të përgjithshme dhe nuk kuptojmë a e ke ullur ndonjëherë fqinjin, familjen, bashorten e tij, por edhe vajzën që dikur kishte qenë minorene. A ullet për diskutuar dhe për ta zgjidhur problemin tuaj? Pra, ju nuk lejuat hapjen e kanaleve të urave të zeza dhe ata më pas u akmorën në këtë mënyrë që ti thua. Pse se gjetët gjuhën e përbashkët? Jemi ulur. Ose çfarë të shqetësonin ty tubacionet e fqinjit? Për këtë shqetësim ne jemi ulur. Jemi ulur madje me ndërmjetësimin e punësve të bashkisë, inspektoratit mjedisor. Kush ullet nga familjet? Po, pra unë të tre. I kam vajt familjarisht unë me bashkëshortën në familjen e tyre. Po pra, ti bashkëshortja? Unë me bashkëshortën, ata ishin të tre në familje. Të tre çfarë do thotë? Ata marrin dhe vajzën minorene me vete? Pikërisht. Po pse? Po ishin shtëpi ata, në shtëpi vetë. I vajta ke shtëpia. I vajta në shtëpi. I shtëpia për të bërë një marrëveshje si njerëz, si fqi, si komshin. Çfarë doje ti nga ai dhe ai nga ty? Pa unë doja nga ai që të mlitë rehat jetoj punoj. Po? Çfarë do nga ana ime sepse ai ka dy dritare nga prona ime që nuk lejohet. Nuk lejohet. Pse të shqetësojnë ty kur nuk e fush pamje? Dy dritaret e ti pse të shqetësojnë kur nuk e fush pamje? Po më shqetësojnë sepse unë prapë përballë atij kam banjën e shtëpisë. Kam banjën, shtëpi me lejë me kartel pasurie. Pra ai ka bën ndërtu pa leje në një trup publik të zaptur. Ai kanalet e ujrave të zeza i shkarkoi tek ty, e bëri këtë gjë? Jo. Po këtu filloi akmarrja. Po pra, po. Pastaj, pasi kemi bërë marrëveshje ke shtëpia që çfarë do kur do, më tha jo më vritet syt nga dielli, tha grujat japu mësin, tha bëje grim, tha paguajmë ne. Mbi gjerba bëj zhurmë, i kam bërë ullumën e shtëpisë atij, ja kam bërë me punë me djersën time. E ka dhe sot në fuqi. E ka dhe sot. Edhe gjerbat ai der po mi pronotim, edhe sot. Edhe nuk merr masa. E kemi lënë për ditën e dytë të takoshim ke bashkia. Ke inspektorati mjedisor i bashkisë. Këta nuk erdhën. Nuk vinë, tha do hakmerrem me të do vazhdojmë punën tonë. Tani unë nuk paraqita. Pra, edhe në këtë ndërmjetësim, ti u kërcënove në sy edhe të punonjësve të bashkisë. Po. Jo punonjësve të bashkisë, ke shtëpi në rrugë. Sepse i thash zotnisë. Ndola tek ndërmjetësimi fillimisht. Ndërmjetësimi pra e bëm si komshi si fëmijë. Pra, e lat atë ndërmjetësim? Po arritët një paqe. Po arritëm një paqe. Po. E lam që nesër do bësh marrëveshje me institucionet e shtetit. Të nesër ndryshoj gjithçka? Të nesër ndryshoj gjithçka. Pse? Nuk vi thaj do vazhdoj punën time do hakmerrem. Bashkëshortja e saj në rrugë. Unë s'kish ç'a bëja, me që dhash fjalën punosit shtetit, si që u dhash edhe ju që u paraqita, kam vajt ke institucioni, kam thonë, para të nuk vjen. Unë kam thënë, që të bëj? Ata më kanë detyruar që të bëja një izolim akustik të gjithë objektit me shkundeti me këtë. Edhe unë isha shumë dakord. Kam marrë 5 herë Ministrinë e Mjedisit për këtë veprime. Sepse jam shumë dakord një zonë nuk qytet urbane, por jam i detyruar që të mirëm masa, sa tani çdo njeri do të thotë, unë punoj me orar si mas rregull që më ka përcaktuar shteti. Tani unë nuk punoj dot as në 8 mjesit, as në 10, as në 2, as në 6, as nuk di sa them. Po ti e more lejen apo jo? Po leje me licencën. Pa shtetin me mirë të taksën. Një minutë, edhe izolimin akustik e ke bërë? Patjetër. E bëra janë gjitha në foto. Pse nuk po punon? Urdhëron? Pse nuk punon? Po erdhi e prishi IMT e Bashkisë Elbasan, se është një karvar i gjatë gjyqësor pasaj. Se unë s'kisha rrugëdalje tjetër, ju drejtova gjykatës administrative të shkallës parë në shkurt të 2014-s.
Mirë, ndalojmë pak këtu sepse kemi shumë vite përpara, janë 12 vite një kalvar. Tash edhe njerëz zoti Qemali kemi bërë shumë teknike dhe televizionistësi nuk është mësuar me diçka kaq teknike në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi një herë në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti përsëri me zotin Qemal. Zoti Qemal, jemi 12 vite konflikte. Nga përdorimi i armës, tek djegja e objektit, tek dhuna fizike, tek pasojat psikologjike që duket mjaft qartë. Do doja të dija ku jemi, në ç'pikë jemi me fqinjin sot që ne flasim nga kjo studio. Tani jemi Nëse ne do ta telefonojmë që e përgatit kryeredaktoria telefonatën në këto momente. Ku jemi? Çfarë do na thot ai? Jemi në të njëjtë situatë, madje mos edhe më keq. Pasi unë vëzhgohem nga qinjë me 3 karme sigurie brenda ambjentëve tim, që e kam dhe biznes. Madje shahem, ofendohem, fyjem, gjuhem me gur, me slë dhe se në shfort ai kum shef që unë jam duke punu në ambientin tim. Vjen policia, s'kemi qa bëjmë. S'kemi qa bëjmë, sepse puna ka njesë prokurori. Shiko, janë 12 vite. Qyteti Elbasanit është një nga qytetet që ka ndruar jo vetëm kryebashkiak, jo vetëm punonjës të bashkisë, por edhe në institucionet e drejtësisë, siç është prokuroria dhe gjykata, ka ndryshuar shumë gjërat në Elbasan, por njëkohësisht edhe punonjësit e policisë janë të ndryshëm. Tani dua të kuptoj diçka, zoti Qemal. Pse ndjehen kaq të fuqishëm fqinjin tuaj? Se ti thua konfliktin e ka me bashkëshortin, ndërkohë që bashkëshorti, fqinji, burri i shtëpisë, ka njohje në gjitha institucionet, kur vetë po thua që ky zotri, ja, presim pak çaste, ka pasur edhe probleme me drejtësinë. Kjo po më duket pak e çuditshme. Nuk duam të arrim në paranoj. Presim, bie Zilja në transmetim, të shpresojmë që zotria të na përgjigjet. Nuk e di se si do jetë përgjigja, nëse ke diçka që Po ta ketë e parë nga mendon? televizioni, them jo. Nuk përgjigjet Jo. thua. Se nuk e pranon për Mirë. ballin. Ne do ta tentojmë ta telefonojmë her pas here. Por ti mendon se ai hesh, nuk do një përballje me ty. Po nëse ka parë, po. Okej, është e mjaftueshme kjo telefonat, ndërkohë që ne dërgojmë mesazh, por njëkohësisht mund të telefonoj edhe unë nga ky numri im dhe të shpresojmë që zotëria të na përgjigjet. Atëherë edhe një herë, ku I gjem fuqinë? Në gjitha këto institucionet ku punojësit ndrohen më shumë se në çdo qytet tjetër. Më shumë se sa Tirana ndoshta. Kam mbështetje. Të kujt pra, na Kam e thuaj? mbështetje nga punojës nga e Bashkisë Elbasan. Po ç'lidhje Nga kanë ish punojësit? drejtori I MT-s Bashkisë Elbasan, se nëpërmjet atij më Ai është Elbasanlli, zotëria? Ai po. Ai është Elbasanlli. Po. Dhe ti thua që ka lidhje kaq të ngushta me fëmijën Shumë të tënd? ngushta. Madje përdoret nga ai për të më nxirë jetën mua. Ndaj dhe ai, ata nga jo nuk më dëshkojnë edhe nga drejtsinë e Elbasan. Pra ky është paradoksi që unë vuj. Unë jam viktim e të gjithëve. Duke filluar nga fqinji im, ke institucionet e bashkisë, të deri djeshme, jo sotme, se me sotme s'kam problem. Po. Sepse ka vërzuar te kalon kompetencë, s'kish mundësi çfarë do bëshim më. E deri më sot unë shoqëroj policinë me 10 herë. Thjesht kam shqetësim do vish të shoqërohesh. Për çfarë? Kam vjedhur, kam bërë krim. Unë shoqëroj policinë ku bëj krim. Jo pse punoj. Për punën ke licencuar shteti më. Alo, përshëndetje. Zoti Krenar, unë jam Evisa Meti, drejtuese e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24. Si jeni? Të kërkoj ndjes në fakt, sepse mua më ka mbrit një qytetar nga Elbasani, zoti Qemal Mimini, besoj se ju thot diçka ky emër, apo jo, dhe do doja të dija versionin tuaj në lidhje me konfliktin që keni me zotin Qemal. Çfarë është kjo? Ju nga vini? Ne jemi emisioni Me Zemër të Hapur dhe unë jam drejtuesi i këtij emisioni, Evis Ahmeti. Sa di që më moda, e di që e banë di që malit e vretë. Po, më thuaj, do doja të dija versionin tënd. Pra I ka baj magazin njët me banesën time. Po? Me sharpe, me frezë, Po? me pistolet, me ajer, me kompresor, me... Tajtë dhe vëmë të gjumit. Po? Edhe gjithë ditën nga njerëzit dhe ndarka e ty ma zirës. Po? Nuk rritë do të shpitime. Me qartë. Që të vini të shikoni, të vini durët në kokë.
E kuptoj. Ti besoj se shqetësimin tënd e ke çuar në gjitha institucionet apo jo? Po, deri në parlament e kam qenë. Po këtë shqetësim në fakt besoj se Shqetësim e ka qua avokati popullit deri në parlament. Pra, këtë shqetësim e ka dërguar avokati popullit, thoni ju, deri në parlament. Deri në parlament. Okej, a është marrë masa mbi fqinjin tuaj mbi zotin Qemal? Janë më dhanë sa gjobë administrative 200.000 lekë, jo për ndërtime pa lejo të në i vitë burë dhe ka Po? Do, pa i vazhdo, ju përshë ndërtesa, jetë të përpra. E qartë. Ndërkohë që këto zhurmat, se thua, nuk rri dot në shtëpinë time, ndërkohë që këto zhurmat janë izoluar, Do të qaju në i do t'i vitroli. e kuptoj. Megjithatë, ai ka nxjerrë një sër akuzash në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, po të dëgjon në këto momente dhe ai thotë që ju në 2013-ën së bashku me bashortën dhe me vajzën 14 vjeç në atë kohë keni shkuar dhe e keni kërcënuar. A i ka gjujtë vazhës time me qekic në kokë edhe u donu, po me qekic që ka gjujtë nga muri, që kalamajt rushi ishin 2-3 më vjeç, Po? e gjujtë me qekic, unë pa gjujtë gjitha, u donu do të rastama i madër, do t'i natë timër që unë t'i tregoj historitë të të gjërgare. A keni qëlluar ju përkundrejt biznesit me armë, përkundrejt biznesit të Pa ja, Zotit ma Qemal? se të apravat ati. Po të kishe qëllu në armën të ishe burg. A i thot, ju keni një mbështetje në policinë dhe në gjitha institucionet në Elbasan. Shqivje ka më më përun, të keqen vaj. Po jo, të keqen një, nuk da të fjak. A i ka përfitu në kësë gjëra dhe qëta gjë që ka bërë, unë po thëmë, ka dërtu biznesin në dritarë të dhëmës gjumë, që këtu jam duke folë të një. Qikosh në magazin, ju prishtë në 4-5 vjetën kërës u të nuve, me një vitë burë, kërë ndërtoj prapë pak nga pak, duke pagu, se unë i kam edhe këshu, duke i kanë që më kanë kërku jo i euro këtë i më të, se jo këshu, në që ose do të tjetë biznes i lishëm, magazina me lendër tire, dhe i të shjej, se ka prish një rritë dhe tërmisht të shi, kemi procese gjyqësore. Po. Shiko, përveç problemit të armës, a i tregon që i është djegur edhe biznesi nga ana juaj. Qfarë? Biznesi i është djegur. Absolutisht jo, po t'isha shumë dhe isha mërë, dhe si. E qartë, në arsye tim jeni shumë i qartë, por... Do më gjosh me vëmëndje. Po. Asë Palacio nga Sulova, vetëm gjithë kasë dhe pala, po të më faqja zez e pas për të jetë vetë, se ka majtë 4 vjetë me ujë nga pusin, se nuk ishe ujë të pite. Nuk ishe ujë, nuk isha pusin duke shpia, i ka majtë 4 vjetë me ujë. Për shta për të pite. E ku vjen puna e ma shpërbem këtë mënyrë. Po, zoti Krenar, të kërkoj ndje sepse duhet ta mbyllim telefonatën, ne ju telefonuam pak më përpara nga numri i regjis, ky është numri im i telefonit dhe është e pamundur që të dëgjoj e gjithë studioja. Kështu që të lutem, do të telefonoj kolegja ime tani në këto momente dhe flasim nga një numër tjetër telefoni që të dëgjojnë gjithë. E ti që është puna? Po. Që të vini të verifikoni këtu në vend, Po. do jetë gjëja ma e mirë në botë, pse? Se do thonë që që ka këptisë që pas ka kalëzy për ju. Jo, ne besojmë në fjalët e tua, por na duhet një ballafaqim, sepse na duhet nga ana njerëzore fillimisht, por që të flasi avokati me ju edhe me zotin Qemal, por dhe psikologu më duhet të kemë në një lidhje tjetër. Kështu që do t'ju telefonoj nga regjia, të lutem. Do t'ju telefonoj në këto momente nga regjia, vetëm na e hap numrin e telefonit. Të falenderoj. Faleminderit. Atëherë mbyllim kështu me zotin Krenar, sepse ishte pamundur për ta dëgjuar nga telefoni, akuza shumë të rënda për kundrejt teje, për hir të së vërtetës. Po s'muti besosh një mashtrues që dënu me vendim gjykatës. Ai thotë që jeni ju mashtrues, ju thoni është ai mashtrues, ne duhet flasim me prova. Tani, më e rënda nga gjitha këto ishte goditja që ti ke bërë vajzës 14 vjeçe. Asnjëherë. Po shmashtru ka bë kallëzim të rrem në polici, në prokurori, ke oficeri. Sepse ju jeni dënuar, duhet thënë zoti Qemal. Rezultoi që jam i dënuar pa prova. Pra, nëse unë kam i konflikt fizikisht me një person, cili do qoftë, do të lësh një shenjë. Do të goditesh, do të lësh një shenjë. Do të paraqitesh në spital. Të mjekosh, të bësh kallëzim, të merret gjithë dokumentacioni ligjor.
persone që ka bërë kazim 3 nuk ka një dokument të tillë ligjor. Unë për këtë maj përgjithësi. Shiko, në qoftë se ju keni goditur një 14 vjeçe. Asnjëherë. Zoti Qemal, dhe ndoshta për fatin e saj të mirë, goditja juaj nuk ka bërë që të ketë shenja apo të dërgohet në spital, kjo nuk do të thotë që nuk duhet të dënohet veprimi juaj. Është një mashtrim, ose i kallëzimi rrem pa emër, pa mbiemër, pa nënshkrim. Ta nxjerr ta shofsh. Madje kallëzimin e parë ka bërë ama, kanë asistuar e bija. Është paradoks. Shiko, megjithatë ai thotë që ne jemi kaq të shqetësuar nga biznesi, sa që njëherë ju është prishur, por ti e ke rindërtuar pak e nga pak dhe përsëri edhe pas izolimit ne kemi vështirësi për të jetuar në shtëpinë tonë. Është një mashtrim. Nuk mund ta bëni, jo, të pyes drejt për së drejti, nuk mund ta bëje dot biznesin diku tjetër, në qoftë se të shprishur një herë. Nuk kisha mundësi më. Sepse aty e kisha venin të veçantë që nuk përdorsh pra asnjë gjë, ishte vetëm murishte, ka qenë shtëpi e vjetër. Unë ndërtova, rregullova ashtu edhe e bëra tip garazhi. Pra që të marrë edhe makinë nëse ku të bësha me makinë, edhe se punoja nuk është krim. Nuk është krim punosh. Por duke më nështrur rregullat e shtetit. Unë këtu jam ke rregullat e shtetit. Pra nuk mund të bëj ligj me vetëgjysi një komshi. Dhe sa ti janë ku në shtet, do të e përshëndesim edhe një herë zotin Krenar, zoti Krenar të përshëndes edhe një herë, dëgjohemi besoj në studio. Po e dëgjoj modër se kam dëgjuar edhe në gjykat. E ke dëgjuar edhe në gjykat. Atëherë ta kaloj fjalën me një herë tek avokati dhe ndërmjetësi zoti Ylli Kameri, i cili nuk njeh për hir të transparencës asnjëri nga palët. Në bazë të gjithë dokumentacionit, ai ka versionin e tij në lidhje me këtë ngjarje, pse jo të arrim një marrëveshje edhe ditën e sotme në këtë studio, avokat. Ai duhet të vi për shemb të verifikoj gjërat në vend. Po, megjithatë në bazë të asaj çfarë keni treguar ju dhe Qemali, ndoshta do t'japi hapat e parë të një ndërmjetësimi, avokat. Ky avokati është nga Tirana? Është nga Tirana dhe është i studios të emisionit Me Zemër të Hapur. Pra, palët, të lutem. Ai nuk ka mënyrë komunikimi rreth parë se ka komunikuar herë gruaja ime me te. Kush nuk ka... Ja, një minutë, prit pak. Avokati zoti Ylli Kameri. Është avokati studios, nuk ju njeh zoti Krenar. Mos e filloj me paragjykime dhe çfarë ka folur gruaja juaj dhe çfarë ka ndodhur me një avokat tjetër. Ne na duhet këtu në këtë studio, avokati jon që na përfaqëson neve për të dyja palët të gjejë një ndërmjetësim. Atëherë, avokat. Po, kemi një konflikt qytetar. Po. Me qytetarëve të Elbasanit. Po, ngre pak zërin avokat që të na dëgjojnë të dyja palët. Të filloj me parimin e sigurisë juridike. Pra me atë do të thënë që jep ligji. Shpesh herë mes qytetarëve ligji nuk funksionon. Po? Por parimi i sigurisë juridike i garanton si zoti Qemal ashtu edhe palës tjetër disa drejta me cilat ata duhet të futen tregun e lirë edhe të krijojnë marrëdhëniet me njëri tjetrin. Spari, zoti Qemal duhet të merrte lehje domethënë nga komshiu. Po. Sepse po krijonte një biznes i cili ka pasoja në zonën përreth. Po. Jo më kot, më përpara bizneset cilat kishin zhurmë, caktoheshin edhe zhvilloheshin në zona industriale. Pra nuk zhvillohen brenda qyteteve. Nuk zhvilloheshin në katet e para të ambienteve të pallateve, duke shëmë të më thënë struktura, duke ndërtu struktura, duke ngrit ngrehina. Çfarë ndodhi me Shqipërinë është një katastrofë edhe fakti dhe më thënë ishte që sistemi korruptiv bazu mi bazën e sjelljeve qytetare. Pra nga sjellja e zotit Qemal, nga sjellja e zotit Krenar, u ngrit jo pa dashje një sistem korrupsioni. Pra korrupsioni nuk vepron bashkëlek. Qytetarët para se të akuzojnë qeverinë, para se të kryejnë një biznes, duhet shohin domethënë me pasqyrë nga vetja, cilat janë veprimet cilat prishin shtetin, që prishin domethënë biznesin. Shumë dokumenta ka zoti Qemal. Unë e verifikova, zoti Qemal e ka regjistru biznesin vitin 2014. Po. Në një kohë që konfliktet kanë fillu në vitin 2013. Pra, kur zoti Qemal nuk kishte regjistru biznesin. Unë verifikova që zoti Qemal ka një certifikat pronësie për ambientin ku jeton. Edhe punon. Në atë certifikat pronësie është të shkruar taksativisht, ndërtesë. Pra, nuk është njësi, nuk është vend për zhvillimin e aktiviteteve, nuk është dyqan, nuk është magazin. Pra, ka një status juridik të përcaktuar.
Unë nuk e kuptova zëtin Qemal se cili është problemi që ka në të vërtet. Pra cili është problemi që ka në të vërtet. Në një kohë që zëti Krenar e përshkroj me 2 fjalë, pushojnë zhurmat. Qa du të themi? Biznesi është biznes. E ka ngrit biznesin, ka punu 10 vjetë, por du të shikojnë, du të ndryshojnë dhe më thënë mentalitet, du të ndryshojnë mendësi, sepse biznesi vërtet ngrihet mbi bazën e mundësive dhe nevojave, mbi bazën e tregut lirë, por ka dhe disa regula për të zhvillu biznesin, ose për të zgjeru biznesin. Zoti Qemal du të shikojnë dhe më thënë mënyra që të mos shqetësojnë komshiun në asnjë mënyrë. Qa du të themi për qytetin e Elbasanit? Qyteti Elbasanit, qyteti i Shkodrës, qyteti i Vlorës, qyteti i Korçës, qyteti i Gjirokastrës, janë qytetet cilët kanë pas një krim të organizuar në forma dhe në mënyrat ndryshme. Cila është veçoria krimit? Krimi ka një veçori, sepse ose kontrollon biznesin, ose është i lidhur me të. Pra, krimi nuk vepron boshlek. Një krim ordiner, dënohesh, mbaron, por ama kur shkon burg, del nga burgu, deli para habilitum, je i ngarkum me institucione tjera të korruptuara, futesh në marrëdhënie tjera korruptive, pra nuk ke mësu atë që quhet të thënë vetë pastrim. Dhe që ndodhë, do të lidhesh me njëherë me bizneset tila. Do shfrytëzosh X-in apo Y-in që qëllon me armë apo nuk qëllon me armë. Do shfrytëzosh X-in apo Y-in i cili akuzon tjetrin që qëllon me armë apo nuk qëllon me armë. Do shfrytëzosh furgonin e policisë që vjen në vendngjarje. Pra, do shfrytëzosh gjyqtarin që të ka dhënë vendim edhe më pas e ke bë mik, sepse janë qytetet vogla, qytete feudale, ku gjithë domethënë e dinë se çfarë bëjnë gjithë. Pra, krimi nuk vepron domethënë bëshllek. Unë shikoj që gjithë problemi këtu janë zhurmat. 2 familje qytetare cilat du të ulen me njëra tjetrën të trajtojnë domethënë këtë problem, sepse kjo ka sjell në eksperiencën time. Ligji nuk është vetëm ajo që është e shkruar, ligji është edhe eksperiencë. Unë vi nga një qytet, qyteti i Shkodrës, ku kam pas një rast katastrofik, një djali mrekullueshëm, domethënë u vra tek dera biznesit vet, që e kishte poshtë shtëpisë. Dhe ishte fati i mirë që unë njifsha edhe të vllain, edhe i vllai po vazhdonte biznesin, edhe më një herë që më tha, avokat tha, i mirë ja i tha që e ka biznesin tek dera e shtëpisë. Nuk e di tha se çfarë do të thotë. Pra janë njerëz që i kanë vujt pasojat. Çfarë do ndodhin domethënë? Ne kemi një konflikt që ky nuk do marrojnë kurrë. Avokati i popullit, gjyqtari, prokurori, avokati nga Tirana, avokati nga Durrësi, jo po ky është me i Zoti, ky konflikt nuk marron kurrë. Nëse nuk trajtohet thelbi i problemit që janë zhurmat. Nëse nuk hiqen, pra është një gjë domethënë shumë e vogël, me të cilën domethënë prishet gjithë sistemi. Nuk e di si ta them, është si puna e vajit makinës, po si holli domethënë ashtu siç e ka makina, do prishet makina, do bëj zhurmë, do shkatërrohet. E njëjta gjë domethënë është me sjellje së Qemalit, edhe të Krenarit, meqense njoh vetëm nga emra se Qemalit jam mësova mbi emrin nga letra. Absolutisht, unë mbështet zotin Qemal në të gjitha pretendimet. Prej 12 vitesh konflikt midis njëri tjetrit, që ka një dritë jeshile në fund të një tuneli të errët, mbas 12 vitesh konflikte. Tashti, qyteti i Elbasanit ka një dhomë ndërmjetësimi në Elbasan. Unë jam ndërmjetës vetë, edhe për fat keq, diturinë e kam marrë nga jashtë dhe nuk e kam marrë nga brenda. Kemi një kamuflim të institucionit të ndërmjetësimit i kthyer në një sektor, dhe kuptoj domethënë shumë mirë. Por në qytetin e Elbasanit kanë pas mundësi që ta trajtojnë dhe ta zgjidhin problemet, sepse ka pas ndërmjetës me eksperiencë. Ka qenë zoti Sokol Lulgjuraj, i cili domethënë mund ta trajtonte këtë problem me një qartësi domethënë të paparë. Ka subjekte të cilët janë të interesuara që zhvillojnë procesin e ndërmjetësimit edhe me palët në qytetin e Elbasanit. Kanë provuar edhe më parë nëpërmjet bashkisë, e tha Qemali. Po janë pa, tash shiko, profesioni ndërmjetësit. Po pa rezultat, vjen në dakord dhe pastaj të nesërmen thotë bashkëshortja e zotit Krenar, më del në rrugë dhe më thotë që... Të drejtë, ja, urdhë bashkisë. Urdhë bashkisë. Më dëgjoj me vëmendje. Ndërmjetësi profesionist nga ndërmjetësit e zakonshëm dallojnë 100% për nga forma dhe mënyra e komunikimit edhe trajtimit ngjarjeve. Një problem mund zgjidhet me 1 milion
mënyra. Ama ndërmjetësi nuk jep mënyrën që zgjidhet, do e zgjidhin vetë palën se si do e zgjidhin problemin. Aty e ka dhënë bashkia, aty ka detyruar bashkia e qunë si akt administrativ, Pra, si janë procedurë detyruar dhe administrative. jo janë ndërmjetësuar që të ketë të njëjtën vlerë si ndërmjetësimi, si vendimi i gjykatës shkallës parë, se duhet theksuar kjo gjë. Tashti, kjo duhet kemi diçka parasysh, që arritja një marrëveshje në parim nuk ka zgjidh thelbin e problemit, nuk ka zgjidh zhurmët. E kanë urdhëruar zotin Qemal, po nuk e ka zgjidh mu, letra. Jam matur zhurmët, më falë, jam matur zhurmët nga spek privat, jam matur zhurmët, jam prena parametrave. Aktet administrative, letrat, matjet e tjerë, nuk të shfaqsojnë dhe më Kam ndërhyrjen e zotit Krenar, ju lutem regjia, nuk e kam në studio zërin e Krenarin, dëgjoj në kufje shumë larg. Atëherë, po, zoti Krenar. Qa zhurma që janë matur, kur ty të prish ndërtesa, si ndërtim pa leje, u të novë... Pa ndërtimi është prish me urdhri tatë, si krye bandit, që je dënuar me burg. Është dënuar me burg, për vjet për mashtrim, o shqipesushëm. Po problemi është edhe njerëzit e dënuar të jetojnë të Shqipesushëm. Për ndërtim pa leje dënuar një vit të Jam dënuar në imitativ, urdhro studies, urdhro, ne për Krenar Trokës ja dënuar, urdhro studia. Buk, te kërkoj. Pra mua më privoni ria në emër Krenar Trokës. Kjo është e drejta. Që më hodhë në organet të se ndërtove pa leve, po ndërtimi është shitia. Ndërtimi është shitia. Kjo akt ekspertizë. Ta kam ble drejtësin, bashkë me i drejtone i mëtës, që shështari këti. E nisi shumë bukur komenti në avokatit dhe ndërmjetësi zoti Ylli Kameri. Po ta kishit lënë ta përfundonit, ndoshta do kishem arritur edhe në një përfundim dhe të mos nisim prap konfliktet në këtë studio. Të japim dhe të përçojmë paqe sidomos ditën e sotme. Motër, më gjo pak me vëmendje. Po të vini ta verifikoni këtu në vend, të shikoni të ndërtimi që është lidhur me panesën time, me dhomën e gjumit, ka ndërtuar mbi themelin e shtëpisë time, ka bërë dhe mur mbi themelin e shtëpisë time, dhe prapë çka kërkot, nuk arrit ta kuptoj. Okej, zoti Krenar, dalim në publicitetin e dytë dhe rikthehemi menjëherë në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni. Të lutem, mund ta verifikoni në vend, çdo gjë që është e mundur. Më fali sa për sqarim. Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt në pjesën e tretë të fundit. Kam zotin Krenar në një lidhje të drejt për drejt nga Elbasani, Qemalin e kam në studio, ndërkohë që po diskutonin edhe dy specialistët e studios, por sidomos në këtë hapësirë të dytë zoti Qemal edhe zoti Krenar, ndërhyri pak edhe psikologu ju në klinikë Eduard Tafa. Avokat, për ta përfunduar, i kemi palët. Ne nuk njohim asnjërin nga palët, kemi në dispozicion dokumenta, pamje, nuk ka nevojë sepse zoti Krenar vazhdimisht vjen edhe thot, por ne dim dhe imagjinojmë çfarë ndodh në shtëpinë e tij nga zhurmat. Të thënë pika e parë, do të thënë zoti Qemal duhet kuptojë se çfarë problemi ka Krenari. Dhe Krenari duhet kuptojë se çfarë problemi ka Qemali. Kjo është domethënë thelbi çështjes. Pra, këto nuk kuptojnë të dy njëri tjetrin. Pastaj çështjet e kufive të pronave, çështjet e sipërfaqeve, mënyra ndërtimit, mënyra e shembjes, angazhimi i policisë ndërtimore, angazhimi i policisë randit, kryerja veprave penale, jo rrahja, jo dhuna, jo debatet e ndryshme, jo përballjet në gjykata, japin domethënë pasoja të cilat nuk e përmirësojnë zgjidhjen e problemit. Pra nuk përmirësojnë marrëdhënien qytetare, atë domethënë që ka qëllim ligji, atë që ka qëllim shteti, atë që ka qëllim shoqëria. Një marrëdhënie qytetare e infektuar është gjithmonë një rast potencial për kryerjen e krimeve të ardhme. Dhe zoti Qemal na tregon ne me dokumentat që ka, ku herë është dënuar pa drejt, herë pretendon pala tjetër që është dënuar pa drejt, herë pretendohet që janë fsheh krime për cilat pretendojnë domethënë të dy palët. Ajo që shohim është... Po pse përfshihen edhe gratë, pse përfshihen edhe fëmijët në gjithë të çështja? Po problemi është sepse nuk është trajtuar problemi me seriozitetin e duhur edhe në rrugën ligjore. Pra, përsëri faji institucioneve, të cilët nuk kanë një lloj serioziteti dhe i çojnë qytetarët në vetgjyqësi. Kjo është kryesorja. Tashti gjykata e Elbasanit dihet se kush është. Okej. Pra, gjykata, prokuroria e Elbasanit dihet çfarë kushte ka vepruar. Policia e Elbasanit dihet se çfarë prioritetesh ka pas apo se çfarë marrëdhëniesh ka pas, sepse po dalin tashti nëpërmjet rrjeteve të ndryshme të komunikimit. Po edhe për kaq motive të dobta siç është ky. Po s'ka, pra sepse është krimi, ka dy veprimtari. Krimi do të thonë çfarë bën? Kontrollon biznesin. Krimi në një formë apo në një tjetër e kontrollon biznesin. Ai nuk e kontrollon çdo ditë si një inspektor tatimesh. E kontrollon domethënë në mënyrë të shkputur dhe aty ku intereson, aty ku ka produkt domethënë diçka. Unë do e pyes zotin Qemal.
Ke ndonjë faturë tatimore nga avokati që të ka mbrojt? Po pyes të thënë një gjatë thjesht, për shërbimet që të kanë kryer. Ke ndonjë shërbim tatimor? Tu me vetë s'kam. Se ke me vetë? Jo. Ja, normalisht du ta kishe për çdo çështje, domethënë cilën je përballë, që të vërtetosh e damin pyesim të ndryshe, si ke paguar avokatin? Pra, nuk du t'i hyj domethënë kësaj pjese. Dora, po jam me kupon tatimor. E shikon jo me kupon tatimor dhe dorazi. Kjo është e tmerrshme. Gjithë pra informaliteti. Kur avokati thyen ligjin i pari. Informaliteti domethënë kështu vjen. Nuk vjen domethënë informaliteti domethënë kështu. Mënyra se si perceptohen edhe zmadhohen konfliktet është e tmerrshme domethënë në Shqipëri, përkisht për faktin sepse harrohen ato detajet e vogla. Po kjo është detaj i vogël. Pjesa në cilën një person, që unë mund të mos kem drejt fare me zotin Qemal, se unë nuk e njoh domethënë problemin në terren, e çarmatoz zotin Qemal me disa gjëra domethënë që janë krejt elementare. Ka certifikatën e pronësisë banesës, ka një sipërfaqe, e tregon dhe ne qa shohim domethënë të sipërfaqja. Është në proces legalizimi. Ka të shkruar ndërtesë. Është në proces legalizimi nga 3 shtatorit 2014. Ligji nuk lejon të ndërhysh. Ligji. Vazhdojmë. Kemi sipërfaqen e cila është në proces legalizimi. Ligji nuk lejon të ndërhysh. Ty të ka ndërhysh. Prish, u shkatërru. Dakor, në nurët e këtyre që janë kohën sot, që bashkërojnë sot në studio. Po lutem. Kjo ç'ti? Atëherë, institucioni përgjegjës, më i korruptuar në vend. I dukshëm, se ka edhe pa dukshëm, që marrin në parat edhe shdukshëm. I dukshëm është aluizmi, Agjencia Legalizimit, e cila nuk kryen legalizime pa pagesa, pa rishfete. Ose pa fushata. Është e ditur, domethënë, në rangjet juridike, e di qeveria, e din gjithë e kanë pranuar, edhe ky është sistemi dhe. Unë po të pyes, kjo agjenci, ty të ka dhe një vendim për përjashtimin e objektit nga legalizimi? Jo. E ke kërkuar ti këtë objekt, këtë dokument? Erdhi e prishi tjetri pa e pyet institucionin kundër kishte çdo dokumenti jo brenda bashkisë. Unë këtë po të them. Krimi, se po diskutoj edhe me drejtuesen e emisionin, që diskutojmë bashkë. Shiko, krimi nuk ka fytyrë. Krimi nuk është taj me automatik. Po viktim ngeli me krimi është personi që ka parat e paligjshme në xhep, parat cilat i investon për t'i shumuar në mënyrë të paligjshme, parat cilat i hedh në tregun informal, parat me cilat domethënë menaxhon konfliktin mes teje, zotit krenar, mes teje, mes prokurorisë, mes gjykatave, ama nuk e bën në mënyrë të dukshme, sepse paraja lviz në mënyrë të padukshme, nuk lviz haptas. Avokat, dua të ndërhy pak edhe tek zoti krenar, se janë bërë dy akuza shumë të rënda. Pra, nga një gjë e vogël që ishte zhurma, nga një gjë e vogël që ishte zhurma, u zmadhu tashti, na doli domethënë një organizuar krimi. Pra kishin vetëm një zhurmë e cila mund të trajtohet. Mund të rregullojë shumë kollaj. Zoti krenar, a mund të them diçka që pa praninë tënde janë thënë në këtë studio? Është thënë në këtë studio nga fqinjë nga zoti Qemal që ti ke qenë punonjës si elektriku dhe madje të gjitha mediat kanë shpërndar lajmin që ju keni kërcënuar qytetar në krye të detyrës me armë. Është e vërtet? Absolutisht jo. Po në qoftë se bashkëshortja juaj ka dalë dhe ka kërcënuar në rrugë të gjithë familjen Mimini, është e vërtet apo jo? Ngjo tani këtu, më ngjo pak me vëmendje. Që të ngjosh ofendimet, se unë t'i qoj me video, ofendimet që ka për e bashkëshortës time, që jo për në të Itali, jo të lutem, nuk përdorim këtë fjalor në transmetim, të lutem. Jo, duhet t'i din. Po duhet këtë një etik televizive se ndiqemi nga gjithë grup moshat. Po jo, nuk më lejohet. Në qoftë se do përdorësh këtë fjalor, do të heq nga lidhja. Të lutem, rregullojmë fjalorin. Po mund ta thuash të nënkuptuar, nuk ka nevojë atë fjalor që ka përdorur Qemali ta përdorni edhe ju, se i bie që jeni njësoj pastaj. Një lloj tani dhe më dëgjoj pak më vonë. Okej. Në 2013-2014 i ka gjyq vazhdimit time me çekiç në kokë. Po. Bëm kallëzimin në prokurori, në polici, edhe u dënua, pam buma në këte, e dënun me 1 muj burg. Në gjykat në Durrësit, atje në apelit. Nga atje pasaj, kërkum të më shpërblim. Fajtorët si të prapë të zotrinja, dhe e dënua me 2 milion lekë të më shpërblim. Ky tash e apeloj, nuk e ditë nga qojë. Për ndërtimin pa leje, ju prish.
nga policia, nga shteti. Ju Ju prisë të prisë si palese urdhroj ky drejtojnë mbetës. Urdhroj ky. Është trull publik. I dim gjitha këto zoti krenar, ti sot, çfarë kërkon nga Qemali? Thuaj ose ke në studio? Të largohet nga këtu, nga banesa ime, të largohet të prishi atë murin që ka njës me banesën time, të largohet dhe unë të jetoj i qetë si çdo qytetar. Pra, vetëm një mur ka sjell gjithë të konflikte 12 vjeçare, vetëm një mur. Ka bërë magazinën, punon me sharr, me frezë, me kompresor, me pistolet me armë. Edhe pas izolimit dhe ndotjes akustike dhe gjithë shka që thot Ministria Ma prish me vëdysi. Ja gjithë do se programi nuk shpreh mirë. Ka ardhur Ministria Mjedisit, kontrollet përkatëse. Kanë ardhur. Dhe vazhdojmë të jemi në të njëjtën gjendje. Kanë ardhur, u dënuar për zhurmat 200.000 lekë gjopë. Nga armëja Beratin, ato Jemi në këto kushte, përsëri. Fitur gjyshin. Atëherë, zoti Qemal, çfarë kërkon nga krenari ti? Flitet për një mur të cilin e ke shumë të thjeshtë për ta prishur dhe ndotja akustike të mos shkojë në banesën e zotit krenar. Po të largohet magazina nga aty. Tani, çfarë ka brenda magazina le të merret shteti? Po flasim, dëgjoj, zoti krenar, të flasim për zhurmat. Është detyrim institucional kjo. Më gjo pak me vëmendje. Ai ka bërë ndërtimin pa leje ngjitur me banesën time, pjesë e melin e banesën. Qartë. Të vini ta verifikoni dhe atëherë. Qartë. Qemal, çfarë kërkon nga krenari se s'më ka folur psikologu? Çfarë kërkon ti nga Qemali? Se shikoj që të largohet nga ty ku është, të largohet. Krenar, të lutem, Krenar, ne do t'jemi peng gjithmonë i bandës në Elbasan. Po pra, ja ta pyesim pak nga shtëpia. Gjithë qëllimi i tij të përpërzoj nga shtëpia, pasi jo nga shtëpia, nga biznesi thot. Nga shtëpia. Qëllimi është të zhduken nga Elbasani. Por ka shans në botë të zhduken nga ky vesë ka mbledhur para të pronë. Po i zonjë. Tjetra. Po, ju dëgjoj. Nuk më intereson biznesi. Ai të punoj, do jetoj, pa garanti ka. Pyetje je me çfarë merret ky zotëria? Brenda gjithë kritereve, për çfarë na duhet ne me çfarë merret zotëria o Qemal? Ai po merr dhe mua. Shiko, ai nuk u mor me ty, sepse ti biznesin e ke ligjor. Derisa i mashtron, derisa ai ka shkatruar një biznes të ligjshëm. Private bona hiç na intereson ne. Hajde flasim një ditë tjetër dhe është vetë krenari që i tregon se me çfarë. Derisa i shkatron një biznes të ligjshëm, ku mua më ka detyruar institucione. Ligjshëm ti, ai prandaj merret. Ligjshëm procesi ashtu siç ka patur ai pronin për legalizimin. Ti thua me çfarë merret ai tani? Ç'na intereson me çfarë merret? Po ai do të zgjidhësh hallin apo do të merrem me problemi është sepse ajo pronë është legalizuar në mënyrë korruptive si sta dhe avokati më parë. Pasi nuk posedon origjinë prone. Okej, dakor Qemal. Dhe është ja falsifikuar dokumentet, nuk ja provat. Po, Qemal të lutem, po krenar, të dëgjoj. Nuk është pjesë emisionit. Po, vazhdojmë. Ti ja provat me të lutem. Po. Krenar. Ku kam dëtuar shtëpinë, kam bler një magazin. Po. Në kohën kur u prish sistemi, e mora një magazin. Po. Ktu ka qenë mulliri i Vërlatit. Po. Dhe unë këtë magazin e kam bler. Dhe për çdo gjë, dokumentat janë të gjitha të saktë atje në atë. Kam bler magazinën dhe mbi themelet e kësaj magazine kam dëtuar shtëpinë. E kuptoj. Jo çfarë thot ai zotëria, se unë i kam me dokumente janë të gjitha atje në shtet. E qartë. Magazinën, në atë kohën e kuptojmë. E kam bler 184.800 lekë. Qartë, t'ja kaloj pak fjallën edhe psikologu tonë në klinik. Mbi themelet e kësaj magazine kam dërtuar shtëpi. Qartë. Dëgjuam krenarin, dëgjuam Ky zotëria, kur unë kam dërtuar shtëpinë, s'ka ekzistuar fare kurse ka qenë anena të. Ta dëgjojmë pak psikologun, ju lutem, në këto momente për palët edhe për mënyrën se si ju komunikoni me njëri tjetrin. Po, patjetër. Është një çështje që normalisht edhe më përpara u sqaruam, mendoj që avokati, pra kemi të bëjmë me pjesën institucionale, administrative, penale, juridike etj. Pra është një çështje që zakonisht është në këtë pikë ose në këtë fazë akoma nuk ka marrë të zgjidhjen. Nga ana psikologjike unë duhet të vënd 2-3 element, sepse pra të qenit komshi, për një kohë shumë gjatë, kanë kaluar shumë mirë me njëri tjetrin, kanë pas marrëdhënie shumë të mirë për hyrje dhe dalje, ashtu siç tha Qemali. Pra ka një pikë që janë thyer këtë marrëdhënie. Në momentin që janë thyer marrëdhënie, këtu kanë treguar të dy palët ose familjet e përfshira atë pafuqinë e tyre për ta zgjidhur problemin. Dhe po ta shikosh, kanë patur marrëdhënie shumë të mira dhe në mënyrën se si kanë deri diku kanë ndihmuar njëri tjetrin ose kanë kontribuar, sepse me natyrën e punës që ka patur zoti Qemal, ka ndërtuar diçka ndoshta, nuk e di çfarë përmendi çfarë, diçka që shërbente në familje, nuk e di diçka, si e kishte emrin ajo Qemal? Urdhro? Që ishte diçka që e kishte bërë për zotërinë në shtëpinë e zotërisë.
që the e kam bërë una në formë dhurate Po, i kam bërë ullugjet e shtëpisë banesës. Okej. Pra, ka bërë diçka. Tregon që këto dy familje kanë patur një marrëdhënie të mirë, e kupton miqësore me njëri tjetrin, kanë hyrë dhe kanë dalë. Në momentin që ka ndodhur pikërisht kjo problematikë midis tyre kanë qenë të pafuqishëm për ta zgjidhur. Tani kanë arritur të kalojnë në mosmarrveshje. Pra, diçka do jetë thyer dhe kanë arritur në një mosmarrveshje. Mosmarrveshjet e zgjatura ndër muaj dhe ndër vite kanë sjell situatën gjithë konfliktuoze. Ajo e ka përshkallëzuar më tepër se ka nisur nga një mospajtesë individuale dhe ka fitur pastaj të gjithë familjarët të cilët ajo mosmarrveshja e fillimit, ajo pika që ka përmbysur gjithçka. Pika që ka përmbysur, me sa po kuptojmë, është vetëm pjesa biznesi ndërtuar në shtëpinë e tij i cili shkakton zhurma. Edhe normalisht duke qenë se afër me fqinjin, normalisht këtë zhurma nuk i kanë arritur të izolohen, por shkaktojnë atë problematikën që e kanë, po themi, një pjesë e madhe qytetarë. Atëherë, për Qemalin, por edhe për gjithë ata që po na ndjekin, çfarë shkakton emocionalisht një zhurmë e pandërprer tek tjetri? Jo, s'kam punë se ka të lutem. Po mi pra, Qemal, të lutem, se nuk po flas vetëm për ty. Tani, ajo zhurma e pandërprerë që zakonisht ka ndodhur jo vetëm në këtë rast, pra në rastin e fjalë, por që ndodhet edhe midis njerëzve, sidomos edhe në zonat urbane ku ne shpesh herë shohim atë komshiun që ka dëshirë të ngrej pak zërin televizorit, ato fëmijë që rinë gjithë ditën në shkallë, ato që ulërasin për tasën atje poshtë, vjen dikush që i bie burisë, se nuk e merr në telefon, po i bie burisë me sinjale të mëdha. Shkaktojnë pak kënaqësi, shkaktojnë stres, shkaktojnë ankth, shkaktojnë pak qytetari, sepse ka njerëz të cilët ato që janë në veprimtari profesionale, pra në punët e tyre, që e kanë atë kohën e drekës apo kohën e pasdites apo kohën e mbrëmjes apo çfarëdo lloj ore qoftë të ditës, e kanë të shehtë për të pushuar. Normalisht zhurmat e duken si të vogla, por normalisht janë të pandërprerë sepse krijohet një mënyrë ciklike e çdo dite, shkakton një pakënaqësi dhe irritim tepër të madh. Dhe ky irritim pastaj ne nuk e dimë se çfarë formash do marrë me kalimin e kohës, sepse edhe këto emocionet e padëshiruara brenda nesh, të cilët në fillim janë neutrale, më pas fillojnë të përshkallëzohen, duke u mbledhur, duke u akumuluar, duke u shtypur, kur ndizet ai fitili fundor ne nuk e dimë çfarë. Personi që i pson këtë zhurma, si reagon? Po, secili reagon në format e veta, sepse temperamenti dhe impulsiviteti janë pak karaktere personale të secilit prej nesh. Por një element tjetër është vajza e mitur e përfshirë, që nuk është, pra, që duhet ishte ndoshta një nga të vetmit persona që duhet ishte ruajtur dhe mbrojtur nga të dy familjet, sepse mbi gjitha ka qenë një vajzë e mitur. Pra, u shpreh që është goditur dhe me, pra, nuk e di, Po e ka dëshmuar gjykat me 3 dëshmitar. Aso gjykim. Ne po marrim në vërtetësi sepse normalisht nëse këto janë sajese që nuk dëmtohen akoma. Fëmia është goditur, pra nëse fëmia është goditur, ose është tentuar të goditet, apo sido që të ketë qenë situata, pra është një shprehje dhunë qoftë edhe me fjalë, mund të shkaktojë një pasojë tepër të rëndë më pas, sepse kemi të bëjmë me një moshë tepër ndjeshme, një moshë e cila normalisht është në pjesën e ndërtimit të vetvlerësimit, të vetbesimit, të pavarësisë së saj, të kontaktit, të socializimit, pra të shumë gjërave normalisht mund të marrë një impakt goxha frenimi dhe stopimi pikërisht nga kjo dhunë. Çështja dhunës është më e rënda kjo e 14 vjeçares, por edhe Qemali ka treguar çështje dhune nga pala tjetër, ëh? Eksaktësisht pra. Prandaj po them që të dyja. Kjo është mashtrim filtrat. Po flas me psikologun se të dyja palët keni akuza. Tani këto akuza janë vërtetuar në gjykat, ju lutem. Akuzat i kanë. Kjo ishte për njërin palë, për anën e Qemalit pastaj që është pjesa që njëri nga djem ka ikur. A ka ikur thjesht për një jetë më të mirë, a ka ikur thjesht për të shmangur pikërisht këtyre problematikave. A përdor etikja e tij? Po pra, këtë po them. A ka ikur për të shmangur këtyre problematikave kaq të ndezura, pra dhe djali i Qemalit ka ikur, pra tregon që konfliktet janë të pashuara. Këto konflikte si bëhet cilësia jetës, dua të di nga të dyja familjet, se të dyja familjet nuk kanë një cilësi jete optimale. Cilësia e jetës është shumë e vështirë për të dyja familjet, sepse normalisht ti të kesh afër një person që gjatë gjithë kohës në çdo shikim apo në çdo pikpamje që ti do rasisesh me të dhe duke ditur që nuk do marrësh atë vibesin pozitiv, atë domethënë atë përshëndetjen e mëngjesit apo urimin e ditës apo ti një festë apo diçkaje, normalisht e sjell një lloj shqetësimi dhe një lloj stresi të personit. Por duhet ndalem dhe ke një moment, ke pjesa e kamrave, se u përmend ajo fjala paranoj, dhe të paktën ti më njeh se shumë për këtë pjesë nuk dua që disa terma të keq kuptohen nga njerëzit. E para termi paranoj është një fjalë që normalisht merr shpesh herë një etiketim. Në momentin që nuk arrin të sqarohet, gjithmonë gjërat keq kuptohen. E para paranoja zakonisht vjen ose po them unë është një lloj kliku apo një lloj simptome apo një lloj shenje apo një lloj diagnoze, si pjesë e një lloj diagnoze, që normalisht në këtë rast fjala paranoj vjen si rrjedhoi një situate jo objektive, por si
rast i perceptuar, pra si e perceptuar. Në rastin e Qemalit, situata është mos objektive. Ne kemi një reakcion, një vigjilencë ose hipervigjilencë të tepruar ndaj asaj që ka ndodhur, sepse normalisht situata është shumë objektive. Pse? Sepse normalisht ka ardhur si një lloj debati, një lloj konflikti dhe kjo ka shkaktuar më pas masa mbrojtëse dikush ka vendos kamera dhe kamerat kanë sjellë një lloj pakënaqësie ke Qemali. Por normalisht është një vigjilencë e tepruar dhe jo konkretisht me një paranoj. Pra nuk mund ta konstatojmë një paranoj në këtë rast. Okej, ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio. Bën gati regjia edhe zotin Krenar për ta përshëndetur dhe për të thënë edhe ai fjalinë e fundit e kam zotin Krenar. Zoti Krenar, në fund të këtij emisioni, a mund t'i përcjellësh një mesazh paqeje? Unë do të përcjell një mesazh me dashamirësi. Po. Më kuptoni me vëmendje dhe më dëgjoni tamam si është për të qenë. Nuk kam problem se punon ky zotëria, le të punoj, ka jetën e vet, do punoj, do jetoj, do interesohet për jetën e vet, do rregulloj jetën e vet pa rëndësi ka. Po mua duhet më largohet nga banesa ime, më kuptoni ku e kam? Më shëngjitur nga mëngjesi deri në darkë e kam u poshtë dritare së dhomës së gjumit. Me zhurma. Me të gjitha fyerjet nga më të ndryshmet, që nuk jam duke i përmend me që se më thallë që e ndjoj dhe fëmijët. Jo, ma lër të nënkuptuar, por jo me terma jo etik. Me të gjitha fyerjet që ka bërë familjes time, edhe në sy të policisë, në prezencë të policisë. Po jepja pra një mesazh, se po komenton deri në këto momente, nuk e di mesazhi ku është. Ka ofenduar nga 99 të zezat më të ndryshme. Atëherë jepi një mesazh, i shtrin dorën e pajtimit apo jo? Kjo është çështja, Krenar. Absolutisht jo. Me të njëri, në qoftë ai do largohet, të lutem, më dëgjoj pak. Në qoftë ai largohet nga banesa ime, largohet atë biznes që ka, ta gëzoj dhe ta qoj diku tjetër, vetëm të largohet në dritarja ime nga muri, nga themeli i shtëpisë time. E kuptuam. Faleminderit Krenar që të kisha drejt për së drejti, vazhdo që ndro sepse do dëgjosh edhe fjalën e fundit Qemalit. Qemal, fjala fundit se më duhet ta mbyll. Tani unë ndaj fëmijët tim nuk dua as më shumë as më pak. Mos më komentoni, ë? Je gati ta zgjasësh dorën e pajtimit po jo? Të tërhiqësh gjithë ofendimet që pas ke bërë? Nuk mund të zgjas dorën njëri që ka lutur me armë dhe më ka nxirë jetën në banesë. Qartë. Që nuk më zlet marr frymë. Ai thotë më ka ofenduar, ti thua më ka qelluar me armë. Kanë ikur të gjitha këto. Jeni gati ta falni njëri tjetrin në çështja, Qemal? Më mbetet tek ty. Unë nuk kam çfarë fal, sepse nuk e konsideroj më fqinj. Sepse derisa unë ofendom dark mjes të tregoj video por nuk është etike. Nuk është etike ta jap studio me video. I kam ndërzuar në prokurori me CD. Pra, ju filmoni njëri tjetrin. Po normale sa i ka vënë kamerën vëzhgon mua që nuk lejohet. O shi pusu nga gruja rrinë në Itali. Po me më qënë si ka gruaja e ti se nuk të përmëndi njëherë familje në Qemal, të lutem. Po ja ka zirë jetë familjes time. Familja ime nuk ka parë një ditë të qetë në banesë. Si prindemi që ka vetë. Po zonjën e Krenarit ti denoncove në këtë studio, zonja nuk qënë ka në Shqipëri fare. Po normale se këto rishpjem, këto me parazitin. Po atëre të lutem, njëherë më thuaj me çfarë merret, tani më thua që është parazit, të lutem. O Qemal, nuk jemi këtu se edhe këtu po ofendon në mënyrë të nënkuptuar. E njeh një Elbasan kush është. Atëre jeni gati të shtrini dorën e pajtimit. Ai thotë më largohet që këtu. Unë nuk jam gati sepse nuk mund të shtrit dorën ku jam shtruar çdo rregull institucional. Derisa drejtësia të vënë në vend, ç'është më për mua, të më shpërblet dëmi që më shkatërroi jeta, unë nuk pritem këtë betejë. Megjithatë, unë shpresoj që gjitha institucionet ta kenë monitoruar siç bëjnë çdo ditë televizionin më të madh informativ në vend, televizionin News 24 është drejta institucionale të marrë masa për këta dy qytetarë të Elbasanit. Bashkëndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim. Mos harroni rrjetet tona sociale, na gjeni në Facebook dhe në Instagram. Emisioni me zemër të hapur, jepni mendimin dhe opinionin pa ofenduar asnjërin nga palët në lidhje me temën e ditës. Njëkohësisht bëni dhe denoncimet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje. Keni në dispozicionin tuaj numrin e telefonit fiks dhe atë celular. Mund na shkruani në gjitha platformat, WhatsApp, Viber, Messenger. Me një redaksia e emisionit me zemër të hapur do t'ju përgjigjet në korrekord. Kjo është faqja jonë në Facebookut, automatikisht shkohet edhe në Instagramin ton. Ndërkohë të gjithë ju që nuk jeni përdoruesi rrjeteve sociale, doni të vini fizikisht pranë zyrave tona, doni të dërgoni letrat tuaja, na gjeni në adresën Lagja Alidemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës pranë banesave sociale. Ndërkohë emisionin e plot e gjeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jonë zyrtare, klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Bashkëndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë më takofshim.